e Sahatit është monument kulture i kategorisë së parë dhe simboli i kryeqytetit. Shpesh shërben dhe si pikë referimi në Tiranë. Drejtori i Trashëgimisë Kulturore në Ministrinë e Kulturës do të na jap detaje rreth historikut të kësaj kulle. Atëherë, ne ja nisim. Shikojmë. Pasi ngjisim një sër shkallësh të ngushta metalike së bashku me drejtorin e Trashëgimisë Kulturore në Ministrinë e Kulturës, Arbër Kadin, mbërrim në shesh pushim. Kjo është pika më lartë e kullës së Sahatit, monumentit më të rëndësishëm të kulturës në Tiranë, e cila të ofron pamje mahnitëse të Tiranës nga 4 anët e saj. Kjo është pjesa perëndimore. Kjo panoramë është ajo e pjesës lindore, ndërsa pjesa jugore dhe veriore të ofrojnë këtë pamje. Këtu në fakt jemi tek pjesa e Belvederës, te pjesa e shesh pushimit ku njerëzit vinë dhe kanë mundësi të shohin atë që ka qenë më përpara deri në vitin 1970, pamja më e bukur e Tiranës para se të fillonin ndërtimet e larta në Tiranë. Kulla Sahatit është emblematike për qytetin e Tiranës, sepse në momentin që kjo ndërtohet, pas ndërtimit të xhamive të ndryshme në qytetin e Tiranës, jep më shumë kumt faktit që Tirana edhe në vitin 1822, kur është ndërtuar, kulla Sahatit kur është ndërtuar, ka pasur dhe ka dhënë simptoma dhe ka pas pamjen e një qyteti të vogël i cili po kërkonte të ishte më shumë në rritje. Arkitektura e kullës është e stilit venecian. Ky monument i veçantë kulture është i përfshirë në guidën turistike të Tiranës dhe shënon një numër të madh vizitorësh. Është një nga pikat kryesore të turit që organizohet tani më gjatë sezonit të lartë, sezonit të verës, ku specialistë të Bashkisë Tiranës sjellin në turet të organizuara falas. Fillesat e ndërtimit të kullës së Sahatit 2 shekullar nisin që në vitin 1822, me iniciativën e Haxhiet Hembeut, i ndihmuar dhe nga qytetarët e Tiranës. Lartësia e saj ka ndryshuar në vite. Ndryshimet më rrënjësore për sa i përket llojit të ndërtimit është më shumë tek shtesa që është bërë në fazën e dytë të trajtës si atë e kemi sot, duke pasur një kulm i cili ngjan me kullat në sheshin San Marco diku nga Venecia. Në fakt këtij sistemi të GPS-s, i cili është lidhur me satelit, tregon gjithmonë orën e saktë. Restaurimi i fundit i është bërë para 3 vitesh nga Ministria e Kulturës me një fond për $30.000. Kulla e Sahatit është dhe simboli i kryeqytetit, që shpesh dhurohet nga bashkia në shenjë mirënjohje për personalitete të ndryshme. Një gjë është e sigurt, që kulla e Sahatit është shndruar në një destinacion të mirëfillt turistik.